ti je pjesë një gare që garuesit janë shumë të përshtatshëm, kur të pozitiv. Andaj kur e kupton si je në garë, i ki dy çështje para vetit. Apo çështja e parë është që të mundosh realisht garosh me ta. Kjo është më mira. Çështja e dytë është që në përshtatët e kjo është e mundshme. E dyta është të japësh mundin në garë e për pjesën e mbetur të ngecjes të thua, o Allah, i du shumë që ata bashkë me ta. Edhe kjo është e mundshme. Që ta ju ka gëzuar shumë Enes ibn Malik një hadithi se ka në gara s'mund t'je me ta, ama pjesën e mbetur të ngecjes e mbushim me dashni për ta. Na garojna me Abu Bekrin deri me një shtek. Kur ai shkon shumë lart i themi të dua, me ty jam. Prit Allah xhela xhelaluhu. E ka thonë pejgamberi son atij që ka ardhur te i dërguari i ka thonë: ja Rasulullah, unë du shumë, ama s'peti këna mundo, edhe ti Abu Bekri shkoni në xhenet, unë kush ti ku përfundoj e ka filluar me çojt. Do ndonë nga pejgamberi son është shtir ka qenë. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam: ente ma men ahbabt, kime konë ma ta që i dënë. Këtë lajmë është i madhë, shikona për e tëmë këtë lajmë shumë tjertë. Sahabët i ka përtu lajmë e të si bombastike, lajmë i ditës së kona. Thot Enes ibn Malik, lajmë më të mirë, mas islamit s'këna një. Lajmë më të mirë një temë s'kum një, se kime konë ma ta që i dënë. Me garu për lajmë është abdo. Ajo meri u dërzu për Abu Bekrit, jo të në abdo. Burë pëtysh s'ka kush të kalan. Me Abu Bekrin ardhjellon, ama mund dushnon, angazhimin e jep, kur e kupton në çfarë gare je dhe për çfarë po garon ato.